Një zjarri për masave të mëdha përfshiu kodrat e Hekalit në bashkinë Mallakastër duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në sipërfaqe me shkurre dhe ullinj. Flakët shpërthyen rreth orës 9 të mëngjesit dhe megjithse vatra e parë u neutralizua nga shërbimet zjarrfikse, era e fortë bëri që zjarri të riaktivizohej disa herë gjatë ditës, duke bërë operacionin të vështirë dhe të zgjatur. Sipas drejtorit të repartit zjarrfikës të bashkisë Mallakastër Mandi Aliaj, në operacion u angazhuan 8 automjete zjarrfikse, 2 autobot ujë dhe mbi 40 forca nga Mallakastra dhe Fieri, si dhe efektiv të forcave të armatosura. Për shkak të përhapjes së flakëve drejt territorit të parkut arkeologjik të Bylisit dhe terrenit të thyer malor, në operacion u angazhua edhe një helikopter i forcave të armatosura, i cili ndërhyri nga ajri për të ndihmuar izolimin e vatrave. Zjarrfikse bashkisë Mallakastër është njoftuar për zjarr rreth orës 9 të mëngjesit nga drejtori i parkut arkeologjik Ardit Sheaj. Pas kemi marrë njoftimi, jemi ndodhur në vend ngjarje. Për shkak të terrenit të vështirë kemi kërkuar dhe ndihmë nga forcat e bashkive të tjera. Kemi komunikuar me prefektin e qarkut dhe në dispozicion ton ka vënë automjetet e zjarrfikës të bashkisë së Fierit, Patosit dhe të Roskovecit. Më pas, nga terreni i vështirë që përfshihet në Mallakastër, kemi kontaktuar dhe me forcat armatosura dhe na ka bënë të mundur helikopterin dhe një zjarrfikse me grupin e efektivit që janë në vend ngjarje. Siç e thash, terreni shumë i vështirë, flaka ka ecur në anën të fshatit Hekal. Me efektivet që më rritëm në vendin e ngjarjes, kemi bërë të mundur që parku arkeologjik mos të preket, as edhe një centimetër vatër zjarri nuk ndodhet e djegur brenda parkut arkeologjik deri në këto momente. Në çfarë ndodhet tash? Tani fazën jemi drejt monitorimit dhe drejt them se deri 90% e kemi të izoluar vatrat e zjarrit. Sipas autoriteteve, nga zjarri u dogjën 10 hektar me shkurre dhe qindra rrënj ullinj, ndërsa disa pjesë të parkut arkeologjik të Bylisit u prekën nga flakët. Pas ndërhyrjes intensive që zgjati gjatë gjithë ditës, helikopteri dhe forcat në terren arritën ta vënë zjarrin nën kontroll. Aktualisht, situata paraqitet e stabilizuar, ndërsa ekipet zjarrfikse vijojnë monitorimin e zonës për të parandaluar çdo riaktivizim të mundshëm të vatrave për shkak të erës së fortë.